Po sfidoj me përmend emrat. Ti ke dhënë para Elkosit. Vazhdo. Kelmendit. Është vetëm një qeveri që biznesin e shes si krim. Këta i kanë hallin që parat që dikur shkonin tek oligarkët, tek 2% i shoqënisë ose edhe më pak. Përmendni me emra nëse e ke Mos pak, mos e ndërhyni, mos e ndërhyni. Se na sfidove me përmend emrat, po sfidoj me përmend emrat. Po te Elkosi, ti ke dhënë para Elkosit. Vazhdo. Kelmendit. Vazhdo. Si qeveri. Qeveria Hoti i ka dhënë para Elkosit. Thuaj që s'është e vërtetë. Parat që dikur ju ja jepni te Elkosit, ne ja japim nënave lehona, po ja japim fëmijëve, punëtorëve, kompani tjera, dhe dalim të sponsorat e partisane. Mos i ndërhyni. Po pra, kemi guxim, do të flasim edhe për orientimet tona ideologjike. Kjo është brenda orientimit ton ideologjik dhe ka qenë kuadër përpjekjes për zbutin e pabarazisht në shoqëni. Një kategori e lartë në shoqëni ka qenë afër ose buz varfrisë dhe një tjetër në 2-3% ka qenë shumë koha. Valon, për shkak se u përmendën kompani, veç pak, për çka ju dhon parët Elkosit? Valon, a e din për çka ju dhon parët Elkosit? Ta e din. Jo ti pa akuzon, Ti e përmend. Ta i kanë dhënë para Elkosit dhe kompanive tjera, pra oligarkëve, në emër të ballafaqimit me situatën në periudhën e krizës. Covidit. Ka qenë kjo? Po. Edhe të punësuven që unë aty në kretë ato kompania, po? Që s'kanë mujtë me dalë në punë. Po jo, plot kompanive ju në tonë para. A i kanë shpërnda tek punëtorët e të para? Shpërndan ato, më s'ki me rakti. Ju vazhdojnë që nëse ju mendoni që du të me mirë mbajt një qenjen e qytetarëve, dhe mos me subvencionu zhvillim. Keqja juaj është që edhe gabimet edhe pas kaq viteve, ju nuk i pranoni. Jo, m'fal, ata ta mbushin ty. Me atë lloj qeverisje, me këtë lloj mentaliteti ti ke marrë 18% zgjedhje. Pesarin me taksat e tyre. Ti ke marrë 18% zgjedhje. Ti buxhetin e rrit prej taksave të biznesit pikërisht dhe të punësuarve që janë në sektor. Janë 70% të punësuarve në sektor. Veç pak. Nuk është shtu Valon, jo. 30 sekonda, Besian, pas na javni. Valon, të lutëm the, pe shpërndajmë që të pare për me ullë që shte pa barazin shoqni. A e din që je, se garant e din, a e din që je vetëmi ven në Balkan, që 30% e populatës, që i bjen gjdo i treti banori këti veni ku jetoj mune ti, jeton në varfrit skajshme. 30%, po lexojmë raport e bankës botërore. Jo, po lexoj raport e bankës botërore. 30% e populatës në Kosovë jeton varfrit skajshme. Cila barazi shoqnore o Valon Hoti? Skema sociale ka rënë. Cila barazi shoqnore? Cila barazi shoqnore? Çdo i treti qytetari i Kosovës jeton varfrit skajshme, me nxingjihen buk. Ju na keni lënë pagën minimale 135 euro për katësisht 170. E kena bë 350, 425, me një korrekt bëhet 500 euro. Edhe na e kemi lënë bukën 20 cent, ju e keni 60 cent. Leona pas. Na ta kemi lënë naftën 1 euro, ka shku nafta 1,70. Po jo more. Po s'moj me të lonë ti me thonë pa vërteta. Për nënat Leona që Po s'moj me të lonë për me shpërnda ti pare. Sa e ke pas pagën minimale, më thuaj. Atë përgjishna. Sa ke pas buxhetin mandatin? Atë përgjishna. Atë përgjishëm. Atë përgjishëm. Atë përgjishëm. 6% ka zbrit në 10.5% pa punësia. Jo, mëra të keni ndryshu. Avniut, 30 sekonda të Avniut. Është vetëm një qeveri që biznesin e shes si krim. S'është e vërtetë. Po e vërtetë. Po me malon fjalën se s'po ndërhyj. Po thut pa vërtetë. Krejt ata që thënë, krejt çdo biznes. Ta jap fjalën mastaj. As mirë ka kanë punue, para mena, as mirë kanë sulmu varfënin, sa që na jem vendi maj varfën në Evropë, mas Moldavis. As mirë, dhe më thonë që po livdohen. E para, bizneset e Kosovës, shoj sa dushti me oligarka me terë, me koti, po s'pja më njën atyne, se po elshojnë Kosovën, Shqipni po shkojnë po investojnë. Të resorte ekonomike po zhvillojnë, bizneset e Kosovës, menë që me zhvillu në Kosovë. Ju, strategjie keni me vajfënu krejt, e për vitri, kur ka zgjedhje, ka 100 euro me adhon qytetarëve të Kosovës. Unë do me thonë, biznesmenat janë patriot matë majtë këti veni. Është e vërtet. Ata pëmbusin arkën e shtetit. Dallimi jonë është ky, në raport me biznesin. Në mandatin tonë qeverisës janë mbështetur direkt punëtorët e një biznesi, kurse mandatin tuaj është mbështetur pronari i atij biznesi. Ka që thjesht është. Dhe po, bizneset kanë hapësirë të ne, është rritë çarkullimi dhe ekonomia ka shku në mbi 20 miliard euro. Që me cilat kur gjës këni bo? 20 miliard, 6 vjetë edhe kur këna një tullë për një vend, si a këni qitë një vend. Cili është investimi ma i mirë juve mbi 50 Ta është futemi të infrastruktura dhe flasim. Apo rrugën për Gjelan, apo? Ju e shenë infrastrukturën veç si asfalt.
Çka është për ty? Infrastruktura është edhe qerdhe që kemi bo 75, është edhe rrugët veri, janë edhe shkollat e reja, janë edhe pishinat gjithë. Koha e Besiani 3 sekunda, pastaj shkojmë në infrastrukturë, urna? Valjan, që ata oligarkë që po i përmend ti, ministrat e tu, çdo natë po hojnë darkë me ta e po qesin foto në Facebook. Unë i denoj nëse ndodhen, nëse ka rastet. Facebook o burr denoj pra, këshire kamerën dhe denoj.